A ka frikë Ermal Armaqi me gjithçka dëgjojmë rreth e qark lajmeve çdo ditë për të deklaruar një për një pasurinë e tij? Absolutisht e kam shumë të qartë dhe të pastër, sepse jam shumë i kujdesshëm që të respektoj rregullat dhe të bëj gjërat siç duhen, sepse sidomos kur je personazh publik vetë shpak me çka këmba, njerëzit shpresin që siç është ajo fjala. Shumë. Yes. Domethënë është një nga fushat e kategoritë e lajmeve më të klikuara, më të lexuara kur dikush hetohet për pasurinë. Pra jeni i qetë në këtë aspekt. Absolutisht, madje më ka ardhur për qesh para ca kohësh kur fillon u çmendën njerëzit edhe nga këto portalet që bëjnë lajme negative sepse shesin etj. Edhe shikoja këto ose lexoja këto komentuesit që thoshin ja, e shikon, edhe shife kriminali etj. Edhe thosha, si ka mundësi që ndos kjo gjë? Pastaj thash vetë si shpjegim. Kjo gjë ndos sepse njerëzit kanë një lloj kënaqësie kur dikush shkon poshtë, sepse në këtë mënyrë justifikojnë veten që janë atë nivele, thonë, po unë që kam rregull. Ja shikon, unë jam shumë mirë kështu. Ai që paska shife, domethënë po paksa bër diçka gabim ose e meriton këtë. Ti po më thuaj që shpreha ku ka zë nuk është pa gjë ndonjëherë nuk funksionon. Jo, po të them që në këtë rast krijohen disa ose ka shumë gjëra për shumë të tjerë edhe merret pasaj gjë e përgjithshme për të gjithë.